Prej javësh, 4 bashkitë e qarkut Dibër po zhvillojnë dëgjesat publike për buxhetin e vitit 2026. Stafet e bashkive kanë zhvilluar takime në të gjitha njësitë administrative, ku edhe kanë marrë opinionet e mendimet e banorëve. Prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, tha se është në pritje të projekt buxheteve të 4 bashkive që të miratohen e të jenë gati për zbatim vitin e ardhshëm. Po ashtu Shehu theksoi se para se të vijmë pranë institucionit të tij, buxhetet duhet të kalojnë në këshilla bashkiake. Është e vërtet mas përfundimit para kalimit të buxhetit në parlament, edhe bashkitë po përgatisin buxhetet, janë proces hartimi. Një pjesë bashkisë kanë kaluar numrin e punonjësve dhe taksat vendore, janë fazën përfundimtare të miratimit buxhete, pasi kanë kaluar një proces të mirë nëpërmjet konsultimeve me qytetarët. Në dinin time edhe nga informacioni që kam, janë bërë konsultime të gjëra, gati në bazë fshati, kuptohet njësi administrative, lagje, gjithandej ku ka interesa popullata, për të ndëgjuar për të marrë kërkesat që kanë për buxhetin. Bashkitë janë në fazën përfundimtare dhe presim këto ditë, pra javën e 3 dhe 4 të dhjetorit, hatohen me që nëse është kërkesë e ligjit të kalojnë në këshilla bashkiake, pastaj kuptohet ka dhe një proces miratimit tek prefekti dhe bëhen aktiv fillim vitit të ardhshëm. Ndori se të gjitha bashkitë në aktivitit të nga informacionet që kam, gjitha bashkitë do i kalojnë në këshilla bashkiake brenda vitit. Është dhe kërkesë e ligjit brenda vitit 2025. Me miratimin edhe të buxhetit nga ana e qeverisë, buxhetet për pushtetin vendor do të jenë më të rritura në mënyrë që të jenë më efikase në shërbim të qytetarëve.